Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Me emrin e Allahut të falenderojmë. Allahu të lutemi në ruaj për skeqjes së veteve dhe veprave tona, cilin do që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç tij xhalla fi ula. Shmem dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi, shrob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë në këtë koment modest të përmbledhjes së akides së Imam Tahawit, Allahu e mëshiroft. Vazhdojmë të jemi në kapitullin e kaderit, ku thot autori Allahu mëshiroft: "Wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqin." Dhe besojmë në lawhin, pra në regjistrin ose në librin dhe në penën dhe në çdo gjë që është shkruar në të. Këtu autori Allahu mëshiroft ndalet në fazën e dytë prej fazave të kaderit. Dhe ju e dini vëllezër që kaderi, pra caktimi i Allahut xhalla fi ula, i ka 4 faza. Faza e parë është dija, që Allahu subhanahu wa taala ka ditë çdo gjë që do të ndodhi. Pra dija e tij ka përfshirë çdo gjë subhanahu wa taala. Faza e dytë është shkrimi, se Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar pra penën që të shkruaj çdo gjë në Lauhul Mahfuz, pra në regjistrin e ruajtur. Faza e tretë është dëshira ose vullneti, që Allahu subhanahu wa taala kështu ka dëshiruar gjërat që të jenë, pra siç i ka ditur me dijen e tij, ashtu ka dëshiruar të jenë. Dhe faza e katërt është krijimi, që Allahu xhalla fi ula ka kriju çdo gjë që do të ndodhi. Dhe pikërisht, kur flasim për këtë fazë të dytë të kaderit, pra të caktimit të Allahut, kemi këto dy element. Kemi leuhin, pra që është regjistri, dhe penën. Transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kataba Allahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana, qal wa 'arshuhu 'ala al-ma." Allahu thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka shkruar për caktimet e krijesave 50,000 vite para se të krijojë qiellin dhe tokën, tha, dhe arshi i tij ndodhi mbi ujë. Dhe në transmetimin e Imam Ahmedit thot: "Qaddara Allahu", i ka përcaktu Allahu për caktimet dhe e krijesave para se të krijojë, 50,000 vite para se të krijojë qiellin dhe tokën. Për sa i përket leuhit, pra regjistrit, kemi 3 çështje. Çështja e parë, çfarë është leuhi? Nga ana gjuhësore, është ajo në të cilën shkruhet në të. Pra regjistër ose libër, pra diçka që shkruhet në të. Ndërsa në terminologjinë e sheriatit është ai regjistër në të cilin janë shkruar në të përcaktimet e krijesave nga momenti që Allahu e ka urdhëruar e derisa të bëhet kiameti. Dhe mendimi i saktë, dhe Allahu di më së miri tek dietarët, është që deri këtu shkon shkrimi që është shkruar në leuh, pra në regjistër, derisa të bëhet kiameti. Dhe nuk ka shkruar çfarë ndodh mbas kiametit. Por se shkruar në të çdo gjë e madhe ose e vogël që do të ndodh derisa të bëhet kiameti. E mbas asaj nuk ka shkruar gjë tjetër në të. Sikurse e përmendëm, pra, në hadithin e Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhuma, që thot, pra
në shkruajtur në të, ka shkruajtur apo ka përcaktuar Allahu përcaktimet e krijesave derisa të bëhet kiameti, thotë. Çështja e dytë, fjala leuh është përmend në Kur'an dhe në Sunet dhe ka emërtime të ndryshme. Leuhul Mahfudh, pra regjistri ose libri i ruajtur, ka ardhur në Kur'an, ka ardhur në Sunet. Siç ka ardhur në surën Buruj, thot Allahu bel huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfudh. Kurse ai është Kur'an, thonë madhështor, në lawhin mahfudh, pra në regjistrin e ruajtur. Sikur se ka ardhur gjithashtu në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur se e përcjell Imam Ahmedi nga Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kana Allah qabla kulli shay, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma, wa kataba fi al-lawhi dhikra kulli shay." Ka qenë Allahu dhe nuk ka qenë Allahu para çdo gjëje dhe arshi i tij ndodhej mbi ujë dhe ka shkruar në leuh. Pra e ka ardhur me këtë emër leuh. Ka shkruar në leuh çdo gjë. Sikur se ka ardhur gjithashtu në Kur'an me emrin El Kitab, pra libri. Thot Allahu: "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wal-ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir." A nuk e din se Allahu di çfarë ndodhet në qiellin tokë? Kjo thot është në një libër, pra është e shkruar në një libër dhe kjo thot për Allahun është e lehtë. Ka ardhur gjithashtu Ummul Kitab, pra libri kryesor, Ummul Kitab. Thot Allahu: "Wa 'indahu Ummul Kitab." Dhe tek ai thot është Ummul Kitab. Ka ardhur gjithashtu e-dhikr. Thot Allahu: "Laqad katabna fi az-zaburi min ba'd adh-dhikr." Dhe kemi shkruar thot në Zabur pas dhikrit, dhe shumica e dietarëve të tefsirit thonë që dhikr në këtë ajet është el-lawhul mahfudh, pra regjistri i ruajtur. Sikur se ka ardhur në hadithin e Imranit që e përmendëm, përcjell Imam Buhariu: "Kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kataba fi adh-dhikri kulli shay." Do thonë ka qenë Allahu dhe nuk ka pas gjë para tij dhe ka shkruar në dhikr çdo gjë. Dhikri pra është lawhul mahfudh, është regjistri i ruajtur. Sikur se ka ardhur gjithashtu: "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Ka ardhur me këtë emër Imamun Mubin, el-Imamul Mubin. Kuptimin do ta tregojmë pak më poshtë, por se ka ardhur në këtë emër pra el-Imam el-Mubin. Gjithashtu ka ardhur ez-Zubur. Fjala ez-Zubur do të thotë gjëja që është e shkruar. Thot Allahu: "Wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-Zubur." Dhe çdo gjë që e kanë vepruar është në Zubur. Pra është në atë gjë që është e shkruar, pra në Lawhul Mahfudh, në regjistrin e ruajtur. Po ta shikosh, Allahu subhanahu wa taala ka përmend në forma të ndryshme dhe në emra të ndryshëm, edhe ka përmend në disa vende, domethënë Lawhul Mahfudh, diçka pra këtë regjistrin e ruajtur. Dhe kjo është diçka që duhet të jap një lloj po themi treguesi që nuk është gjë e lehtë, po është nga bazat dhe është nga gjërat madhështore që besimtari duhet ta besoj edhe të jetë i kujdesshëm të dhe të japi vlerën që i takon kësaj çështje që Allahu po e përmend dhe po e përsërit, thonë shumë herë. Çështja e tretë që kemi të bëjmë me regjistrin, ka të bëjmë me regjistrin, është cilësitë e këtij regjistri. Kryesoret që na kanë ardhur nga argumentet janë 4. Pra 4 cilësi kryesore të këtij leuhi, të këtij regjistri madhështor që ka përmendë Allahu shumë herë pra në Kur'an. E para është se ai është i ruajtur. Ai është i ruajtur, sikurse fi lawhin mahfudh, sikur se thot Allahu në lawhin mahfudh, në regjistrin e ruajtur. Si është i ruajtur? Është i ruajtur prej xhinëve dhe shejtanëve që me arrit me kap diçka prej tij apo me lexu diçka prej tij. Nuk mundet xhinët ose shejtanët të arrin të lexojnë dhe të marrin diçka prej këtij regjistri. Po Allahu e ka ruajt. Edhe e dyta e ka ruajt nga shtesat edhe nga mangësitë, nga ndryshimi apo nga zëvendësimi. Pra çfarë shkruajt aty nuk ndryshon më, sikurse në ka ardhur në hadithin e Abu Hurairas,
ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë jaffal qalamu bima anta laqin. Është tha lapsi me atë gjë që do të vi. Është tha lapsi, ka marrë ky kapitull. Çdo gjë që është shkruajt nuk ndryshon. Cilësia e dytë është se ai është qartësues dhe sqarues. Sikur se tham fi imamin mubin, në një imam mubin. Mubin, fjala mubin do të thotë qartësues dhe sqarues për çdo gjë, se në të ndodhet çdo e madhe, çdo e vogël, çdo detaj. Nga momenti që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala me shkruajt e derisa të bëhet kiameti. Sikur se e përmendëm, derisa të bëhet kiameti, aty domethënë përfundon shkrimi dhe nuk ka tjetër, domethënë nuk ka shkrim tjetër çfarë ndodh mbas kiametit. E treta është se ky regjistër është në lartësi. Thot Allahu wa indahu ummul kitab, dhe tek ai thot është, pra tek Allahu është ummul kitab, pra libri kryesor. Allahu ku është? Lartësi. Dhe leuhi pra është lart, në lartësi. Pra ky regjistër. E katërta është se ky leuh, ky regjistër është i krijuar pra nga, po themi, kanë përmend nga kokra e bardhë ose nga perla, ndërsa kopertinat e tij janë prej rubinit kuq. Lapsi i tij është dritë, shkrimi i tij është dritë, gjerësia e tij është sa gjerësia midis qiellit dhe tokës. Kështu e tregon Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbasi, sikur se e përmend Imam Buhariu, Bejhaqiu, Al-Hakim dhe Ebi Nuaimi dhe dietar tjerë përmendin këtë fjalë, këtë ether prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Edhe ju e dini që një fjalë që sahabiu e thot në çështjet e ghaibit ka gjykim sikur se ta ketë thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, se sahabiu nuk flet nga vetja çështjet e fshehtës. Mund të flasim nga, domethënë mund të bëj ijtihad në çështjet e punëve, po themi, kur i vjen dikush me i kërkuar një fetva, edhe nuk ka diçka të prerë, mund të bëj ijtihad, ama çështjet e ghaibit nuk flet sahabiu, vetëm se e ka dëgjuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte fjala e autorit për sa i përket regjistrit. Tani për sa i përket penës. Pena që Allahu e ka urdhëruar me shkruajt. Ju e dini se në aspektin gjuhësor pena është ajo që me cilën përdoret me shkruajt. Ky është aspekti gjuhësor. Mirë po, kur përmendet pena në çështjet e kaderit, në çështjet e përcaktimit, atëherë edhe vjen i bashkangjitur me leuhin, pra me regjistrin, atëherë normalisht ka për qëllim atë penë që ka shkruar çdo gjë që Allahu i ka urdhëruar nga momenti që e ka krijuar derisa të bëhet kiameti. E për këtë flet Allahu subhanahu wa taala kur betohet. Kjo është pena sipas shumë prej dietarëve, kur betohet thot nun wal qalami wama yasturun. Pra nun për penën, thot betohet Allahu për penën dhe ajo që shkruajtur, apo dhe ajo që shkruan. Një mendim tjetër prej mendimeve të dietarëve është se Allahu këtu po flet për penën që shkruajnë njerëzit, pra si mirësi që i ka dhënë njeriu, dhe nuk ka problem kur dy komentime nuk bien ndesh me njëra tjetrën, pra të përdoren të dyja. Pra edhe mirësia e shkrimit që Allahu e ka dhënë njeriu është mirësi e madhe, edhe Allahu mund të betohet për krijesat e veta, po shumica e dietarëve janë të mendimit që këtu Allahu po flet për penën që e ka krijuar, do të thonë, edhe e ka urdhëruar të shkruaj. Edhe kur flasim këtu po themi pikërisht për atë penë që ka shkruar përcaktimet nga fillimi deri në fund, sepse ka dhe pena tjera që shkruajnë çështjet e, që lidhet me çështjen e kaderit, sikurse tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e përcjell Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebu Dherri radhiyallahu anhu, se thot profeti sallallahu alaihi wasallam
në ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit, u ngrita thot derisa arrita në një grad që dëgjoja në të thot sarif al-aqlam, pra lëvizjet e lapsave. Dhe Allahu di më së miri, mirë po ajo që kanë thënë është se janë lapsat që shkruajnë me lajket për çështje të ndryshme që Allahu i urdhëron. Pra çdo gjë është e regjistruar dhe me lajket shkruajnë, qoftë për urdhresa, po themi të fesë, apo qoftë për urdhresat universale që Allahu urdhëron dhe me lajket shkruajnë. Allahu e di më së miri. Çështja e tretë është se kjo, çështja e dytë që ka të bëjë me penën, është se Allahu subhanahu wa taala këtë penë e ka krijuar me dorën e tij. Thot Ibn Umeri radhiyallahu anhuma, khalaqa Allahu arba'ata ashya'in bi yadihi. 4 gjëra i ka kriju Allahu me dorën e tij. Thot el-arsha wal-qalama wa jannat adn wa adam wa qala li sa'ir al-khalqi kun fakana. Thot ka krijuar Allahu 4 gjëra me dorën e tij: arshin, penën, xhenetin dhe ademin. Ndërsa gjërat e tjera i tha bëhuni dhe u bën. Çështja e tretë është se ky laps apo kjo penë që në moment që është kriju ka filluar me shkruajt, pasi në hadithin Ubadet ibn Samit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub. Edhe në një aspekt gjuhësor është që në momentin e parë që Allahu e krijoi lapsin, i tha, ose penën, i tha shkruaj. Qale wa ma aktub? Qal uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. I tha, çfarë shkruaj? I tha, shkruaj për caktimet e çdo gjëje derisa të bëhet kiameti. Dhe në një transmetim tjetër të këtij hadithi tek Imam Ahmedi që i qartëson se ai ka shkruajt, pena ka shkruajt në atë moment që është kriju, thot fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Dhe vazhdoi që në atë moment thot duke shkruajt çdo gjë që do të bëhet deri në kiamet. Çështja e katërt është se shumica e selefëve janë të mendimit se pena është krijuar mbas arshit. Ka një studim, mirë po, shumica e selefëve janë që pena, pra, si radhitje, është krijuar mbas krijimit të arshit. Allahu e di më së miri. Vazhdon autori, Allahu e mëshiroft, thot: "Falau ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala shay'in katabahu Allahu ta'ala fihi annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru 'alayhi wa law ijtama'u kulluhum 'ala shay'in lam yaktubuhu Allahu ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru 'alayhi jaffa al-qalam bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه." Thot, nëse do të mblidhen gjithë krijesat për diçka që Allahu e ka shkruajt që mos bëhet, pra nëse Allahu ka shkruajt diçka dhe ato mblidhen që kjo gjë mos bëhet, nuk kanë mundësi, thot. Dhe nëse mblidhen të gjithë për diçka që Allahu nuk e ka shkruajt, që ajo gjë të bëhet, pra Allahu nuk e ka shkruajt dhe ato mundohen që ajo gjë të ndodhi, nuk kanë për t'ia arritur, thot. Lapsi, thot, është tha me atë gjë që do jetë deri në kiamet. Ajo që i vjen robit nuk kishte për të mos t'i ardhur. Edhe ai që nuk i ka ardhur nuk kishte për t'i ardhur. Kjo është nga gjërat që padyshim, kjo e qartëson apo e sqaron, ose është nga gjërat që duhet me ditë çdo musliman me domosdoshmëri prej fesë. Pra është nga çështjet e besimit që padyshim dhe me domosdoshmëri duhet ta dish prej fesë tate. Edhe kjo është se Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që është shkruajt e ka paraprit dia Allahut xhelle fi ula. Edhe nuk mundet
që të shkruhet diçka që Allahu nuk e ka ditë. Edhe nuk mundet që diçka që Allahu e ka ditë se do të ndodhi e kundërta asaj. Sepse dija e Allahut përputhet me atë që ka për të ndodhur. Edhe nuk mundet që të jetë ndryshe. Pra ajo që Allahu e ka ditë, ajo ka për të ndodhur pa dyshim. Pra ajo që Allahu e ka ditë dhe ajo që e ka shkruajtur, kjo pa dyshim se do të ndodhi dhe askush nuk ka mundësi, domethënë, të bëjë një ndryshim në të. Fjala e autorit pastaj se lapsi është tharë për çdo gjë, thonë që do të ndodh. Këtë fjalë autori e ka marrë nga një hadith i saktë i profetit sallallahu alaihi wasallam në këshillën që i jep Abdullah ibn Abbasit, ku i thot ihfazillah yahfazuk, pra ruaj Allahun, Allahu të ruaj ty, edhe në fund thot rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ose një transmetim të Imam Ahmedit, domethënë jaff al-qalam bima huwa kain. I thot profeti që lapsi është ngrit edhe fletat thot janë tharë. Pra e ka marrë prej këtë pjesë, e ka kuptimin e saj e ka marrë nga hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjala që thot jaffel, pra lapsi, shkrimi i lapsit është tharë në çdo gjë që do të ndodhi, do të thotë se është e pamundur të shtesa apo mangësimi apo ndryshimi apo zëvendësimi. Çfarë është shkruajt ka për të ndodhur, do thonë, edhe nuk ka në të, do thonë, asnjë dyshim. Nëse fjala e tij, ajo, fjala e autorit, ajo që robit nuk i erdhi, atëherë nuk kishte për t'i ardhur. Edhe një gjë që i erdhi nuk kishte për ta humbur, se s'bën caktimi i Zotit ka për të shku në vend. Edhe këtë e ka marrë gjithashtu nga hadithi i profetit alayhi salatu wassalam. Dhe qëllimi është se çdo mirësi, do thënë, ajo gjë që do i vinte, këtu flasim për mirësitë dhe për fatkeqësitë. Çdo gjë, qoftë mirësi, qoftë fatkeqësi që Allahu ka shkruajtur se kjo gjë ka për të shkuar robit, ajo nuk ka për të ndodhur kundërta. Sigur se çdo gjë që Allahu nuk e ka shkruajtur, qoftë mirësi apo fatkeqësi, nuk ka për t'i ardhur robit gjë tjetër nga ajo që ka caktuar Allahu xhalla fi ula. Edhe autori e përmend kuptimin e kësaj që tham në fjalën tjetër. E përmend dhe thotë, edhe është përforcuese për këtë që përmendi, thotë wa 'ala al-'abdi an ya'lam, dhe se robi thotë duhet ta di me bindje, pra anna Allaha qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubraman. Dhe se Allahu e ka paraprir dija e tij çdo gjë që do të ndodhi te krijesat, edhe e ka përcaktuar me përcaktim, domethënë muhkam, pra po themi të rregullt, që nuk ka në të diçka që nuk është në vendin e vet. Pra çdo gjë që e ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala, ajo është në vendin e vet, në vendin e duhur, dhe nuk ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala gjëra kot. Po çdo gjë që Allahu e ka përcaktuar, padyshim që ajo është në vendin e vet, domethënë edhe nuk mundet që dikush ta kundërshtojë apo të thotë, pra pse kjo është këtu. Sikur se ka thënë mubramen, domethënë është i prerë dhe i mbyllur, pra nuk ndryshon, edhe çdo gjë që është saktuar do të ndodhi, domethënë edhe nuk ka askush mundësi me ndalu diçka prej asaj. Edhe thot lejse fihi naqid, pra nuk ka askush që mund të gjejë, domethënë, ose mund ta kundërshtojë këtë saktim të Allahut. Dhe ne kemi thënë që vullneti i Allahut, pra ose urdhri i Allahut ndahet në dy llojesh. Urdhri për çështjet universale dhe për çështjet sheriatike. Çështjet universale, atë që Allahu e ka caktuar te krijesat e tij, ajo do të ndodhi patjetër. Ndërsa urdhri për çështjet e fesë, atëherë Allahu don që këto edhe pëlqen që të zbatohet, mirë po njeriu edhe nuk i zbaton.
Ndërsa e para padyshim, ajo që Allahu urdhëron dhe që don që të ndodh, ajo do të ndodh me patjetër. Thot la muaqqiba li hukmihi. La muaqqiba nuk ka ndryshim, edhe askush nuk mund ta ndryshojë urdhrin e tij ose çështjen e tij. Ose është një shpjegim tjetër, pra la muaqqiba li hukmihi, nuk mund vi dikush dhe të thot, pra thot kjo është gabim, duhet ishte kështu. Detaje që lidhen me dijen e Allahut i kemi sqaruar faktikisht në mësimin e kaluar. Vazhdon autori i thot wala zaidun min khalqihi fi samawati wa ardihi. Pra thot nuk ka shtesë min khalqihi, pra prej krijesave të tija në qiell dhe në tokë. Nuk mund ta ndryshojë, pra dhe nuk mund shtoj asgjë në caktimin e Allahut prej krijesave të tija, edhe në qiell dhe në tokë. Edhe këtu faktikisht përfshihet çdo krijesë. Krijesat e qiellit, krijesat e tokës, por edhe krijesa që nuk janë. Do thonë krijesa të tjera, askush nuk mund ta ndryshojë, dhe fjala e autorit i përfshin faktikisht edhe të tjerë, dhe askush nuk mund ta ndryshojë diçka që Allahu e ka përcaktuar prej çdo krijese. Këtu përfshihet pra çdo krijesë. Fjala e tij thot, ku thot wa dhalika min aqdi al-iman. Kjo është nga çështjet pra që ka detyrë njeriu ta besojë. Pra zemra që është besimtare ka për detyrë ta besojë, dhe nuk është çështje që është me zgjedhje, as çështje e pëlqyeshme, mirë po është detyrë me i besu, domethënë këto që përmendëm. Usulul ma'rifa thot. Usulul ma'rifa, dhe është bazë e njohjes së Allahut xhalla fi ula. Ai që e njeh Allahun xhalla wa ala me madhështinë e tij dhe emrat e tij dhe cilësitë e tij, atëherë është i bindur për këto që përmendim. Pra thot autori, pra kuptimi është ai është i bindur për këto që përmendëm. Dhe fjala e tij thot wa dhalika min aqdi al-iman wa usul al-ma'rifati wal i'tiraf bi tawhid Allah ta'ala wa rububiyyatihi. Thot kjo është nga bazat nga detyrat e imanit dhe nga bazat e njohjes së Allahut dhe njohja e tauhidit, pra njësimit të Allahut të lartësuar në sundimin e tij, pra në rububien e tij. Dhe kjo faktikisht çështja e kaderit lidhet edhe është nga degët që lidhet me njësimin e Allahut me veprat e tij xhella fi ula, pra tauhidi rububie, tauhidi i Allahut në zotërimin e tij. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, dhe thot, sikur se ka thënë Allahu në librin e tij, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Është argumentuar me dy ajete. Ajeti i parë është ky që lexuam, thot krijoi çdo gjë dhe i ka përcaktuar çdo gjë me përcaktim. Në këtë ajet dietarët e tefsirit kanë bërë dy komentime që nuk bien ndesh me njëra tjetrën. E para është se Allahu ka krijuar çdo gjë dhe me çdo gjë ka krijuar dhe ka bërë përcaktimin. Sikur se thot Allahu inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Pra çdo gjë që ndodhet në këtë gjithësi, Allahu i ka përcaktuar çdo gjë që lidhet me të. I ka përcaktuar pra përcaktimin për çdo krijesë. Pra çfarë do të kenë furnizim, veprat e gjitha. Nuk i ka kriju Allahu dhe pastaj i kalon. Jo, i ka kriju dhe pastaj ka përcaktu për ato çdo gjë. Ndërsa komentimi i dytë, pra pak a shumë diçka që e përmendëm, është se Allahu ka kriju çdo gjë dhe nuk e ka kriju kot. Mirë po, çdo gjë që e ka kriju, Allahu e ka kriju në vendin e vet. Edhe çdo gjë është aty ku duhet. Dhe nuk është diçka, domethënë, që nuk është në vendin që i takon. Mirë po, çdo gjë është në vendin e përshtatshëm dhe kryen detyrën për cilën Allahu te bareke ve teala e ka kriju. Ndërsa fjala e Allahut wa kana amrullahi qadran maqdura. Dhe urdhri ose ç'është urdhri i Allahut është
qadran maqdura, është i përcaktuar. Sheikhul Islam Ibn Taymija edhe dietar tjerë të ehli sunnetit thonë që këtu ka për qëllim, më thonë, urdhrin e Allahut universal, që ai ndodh. Pra jo urdhrin fetar, siç tham që Allahu pëlqen dhe don që robët ta zbatojnë, mirë po mund të ndodhi që njeriu nuk e zbaton, Allahu ka lënë të lirë, ama urdhri i Allahut në çështjen e kaderit, në çështjet universale, padyshim do të ndodhi. Pra, përmbledhja në këtë fjali dhe në ato tjera që përmendëm është se duhet se s'bën që të besosh për çështjen e kaderit 3 rregulla kryesor. Rregulli i parë është se dija e Allahut është në përputhje me atë që do të ndodhë. Nuk ndodh diçka që Allahu nuk e ka ditë. Sikurse çdo gjë që Allahu di, ajo do të ndodhi patjetër. Edhe kjo të bën që të përfitosh 2 gjëra. E para, sikurse e tham edhe e përmendëm faktikisht, që çdo gjë që Allahu di, atëherë ajo do të ndodh. E dyta, është e pamundur që të ndryshojë diçka prej dijes së tij xhelle fi ula. Është e pamundur. Ajo që Allahu ka ditë dhe shkruajt, ajo, do të thonë, kjo që po themi është përmbledhja tani, për ato që përmendëm. Pra ajo që Allahu di dhe është shkruar në Lauhul Mahfuz nuk ka mundësi që të ndryshojë. Rregulli i dytë, ajo që Allahu e ka caktuar do të ndodhi. Pra, ajo që don Allahu ndodh, ajo që nuk don nuk ndodh. Ai nuk ka mundësi të ndodhi diçka tjetër. Rregulli i tretë, ajo që Allahu ka përmend që është shkruar në Lauhul Mahfuz nuk ndryshon dhe as nuk zëvendësohet. Edhe nëse i beson këto që përmendëm, atëherë këto të bëjnë që ti të përfitosh 2 dobi të mëdhaja të besimit. E para, që të shtohet madhërimi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të shtohet madhërimi që ti ke për Allahun duke i besu, më thënë, dijen absolute, vullnetin dhe dëshirën absolute të Allahut. Edhe e dyta është që qetësohet zemra, se çdo gjë që ndodh në këtë gjithësi, pavarësisht se neve mund të na dhembi, pavarësisht se nuk na vjen mirë, Allahu e ka përcaktuar. Edhe nuk kishte për të ndodhur tjetër. Edhe muslimani këtu është i qetë. Nuk rrit ta vrasë mendjen, domethënë sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mos thuj "Law anni fa'altu kana kadha wa kadha". Nëse unë do të kisha bë, do të bëj kështu apo kështu. Por se thuj qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Këtë e caktua Allahu dhe ai që don Allahu bëhet. Pra. Thot Enesi radiallahu anhu, i kam shërby profetit sallallahu alaihi wasallam 10 vite, thot. Edhe kur më dërgonte për të bërë diçka, edhe nuk arrija me e bë, asnjëherë thot nuk më ka shërtu. Mirë po ka thënë "Lau qudiya lakan au lau qudira lakan". Gjithmonë thonte profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse do ishte caktuar do bëj kjo gjë. Edhe asnjëherë nuk i ka thënë pse nuk e bëne. Thonë nëse do ishte caktuar do bëj kjo gjë. Edhe nuk e ka shërtu Enesin radiallahu anhu. Fjala e fundit të autorit me cilën e mbyll është فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. Thot, mirë për atë, thot, i cili bëhet për Allahun ose me Allahun e lartësuar në çështjen e kaderit armik.
Dhe vjen kur mendon apo mediton për çështjen e kaderit, fillon dhe mediton me një zemër të smur, thot. Kjo fjalë autorit, domethënë, mbasi ka përmend ato që ka përmend, Allahu e mëshiroft dhe e shpërbleft, vjen me një vrejtje, tërheq vrejtje, domethënë, për ata të cilët e kundërshtojnë hakun, vërtetën e qartë në çështjen e kaderit. Edhe thot, ai i cili e kundërshton këtë të vërtetë, apo nuk e pranon, apo nuk është në këtë të vërtetë, atëherë rrezikon që të jetë prej atyre që janë armiq të Allahut subhanahu wa taala. Dhe realisht e vërtetë që ai i cili nuk është në të vërtetën në çështjen e kaderit, mund t'i thuhet atyre mirë për ju, sepse e kanë ekspozu veten që të marrin mërzin apo hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala edhe dënimin e tij. Transmeton Imam Muslimi se i dhujtarët e Kurishëve shkuan profetit sallallahu alaihi wasallam edhe e kundërshtuan atë në çështjen e kaderit. Edhe zbriti Allahu subhanahu wa taala: "Yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar." Atë ditë, thot, kur të tërhiqen për nxjerr nga prej fytyrave të tyre, do t'i thuhet shijojeni tani saqarin, pra zjarrin e xhehenemit. Edhe thot pastaj: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Çdo gjë e kemi krijuar me qader. Pra kjo tregon edhe faktin që ato e kanë kundërshtuar për çështjen e kaderit. Kështu që njeriu do të ketë kujdes që mos të bëhet edhe mos ta ekspozoj veten tek dënimi, sikurse e ekspozuan i dhujtarët e Kurishëve, që e kundërshtuan profetin sallallahu alaihi wasallam në çështjen e kaderit. Edhe faktikisht i kemi tregu, edhe nuk besoj që është nevoja t'i përmendim, ai që do dhe mund t'i kthehet, grupet që kanë devijuar në çështjen e kaderit. Pra, qaderijet mexhusie, qaderijet mushrikie, qaderijet iblisie, këto i kemi përmend. Edhe nuk po i kthehemi edhe një herë. Mirpo, njeriu është në rrezik përderisa nuk është, domethënë, në atë rrugë të drejtë, domethënë që ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Pra, kur thot autori mirë për ata që u bën armiq me Allahun, pra në çështjen e kaderit, dhe që ka ardhur me zemër të smur, nuk ka dyshim se ai i cili nuk është ose nuk është në rrugën e drejtë në çështjen e kaderit, nuk ka dyshim se ai e ka zemrën e smur. Për këtë nuk ka dyshim. Nuk është një zemër që ka qenë e pastër dhe e sinqert edhe nënshtruar për atë që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Nëse njeriu nënshtrohet dhe dorëzohet asaj që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, edhe ka zemrën e nënshtruar për atë të vërtetë që ka thënë Allahu dhe profeti, atëherë nuk mundet që të devijojë në këtë temë. Mirë, ai i cili lexon Kur'anin dhe Sunetin me zemër të smur, çdo gjë fillon e filozofon në të fshehtën që nuk ka mundësi të arrijë, atëherë normalisht që zemra e tij është e smur dhe do ta çojë, domethënë, në devijim. E thot: "Laqad iltamasa biwahmihi", pra me hamendjen e tij, thot, ai mundohet të arrijë fi fahsil ghaibi sirran katiman, pra kërkimin e një ghaibi që është sekret i mbuluar. Edhe pa dyshim që nuk ka për të arritur përfundimin, mirë po dëmi i tij ka për të qenë dhe më i madh. Thot: "Wa'ada bima qala fihi afakan athiman", edhe kthehet, thot, me atë gjë që thot në çështjen e kaderit, ai që e ka zemrën e smur. Afakan kanë thënë që el afak janë dy persona.
ose është një person që gënjen dhe flet rrejshëm dhe nuk ka dyshim që ai i cili nuk është në hak dhe nuk është në të vërtetë në çështjen e kaderit, ai po flet për Allah në rrejshëm. Edhe është gënjeshtar, ai i cili flet në fe diçka që është gabim, nuk ka dyshim që flet rrejshëm. Dhe e dyta është ai personi i cili i devijon njerëzit nga e vërteta. El ethim, pra thot i cili qëndron te ky gjunaf i veti dhe mbase nëpërmjet kësaj arrin në një grad të madhe të gjunafit, të mëkatit, derisa Allahu na rujt mund të shkojë dhe në kufër, sikurse ka prej tyre që kanë shkuar në kufër pikërisht, do të thënë për çështjet e kaderit. Kaq kishim për sot o vëllezër, nuk e di nëse ka një pyetje. Jo. Allah shpëlbeft më të mirë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.